ngjarje e rëndë ndodhi mbrëmjen e djeshme ku Jozi goditi Gjesti, teksa po linte spektaklin. Për të folur për këtë, kam të ftuar në një lidhje Skype Elton Toze. Një prajm I vakët, një prajm që u mbyll me një gjest të shëmtuar që na la një shije shumë të lidhur. Dhuna është absolutisht e patolerueshme. Më vjen keq që në këtë Big Brother dhuna gjatë gjithë kohës është normalizuar. Më vjen keq që dhuna në këtë Big Brother ka filluar që prajmin e dytë dhe pikërisht nga Jozi. Mbaj mend që dhuna verbale, unë si parantezë, një dhuna verbale për mua është njësoj e rëndë si dhuna fizike. Mbaj mend dhunën verbale që Jozi ka nisur karshi Rozanës dhe ka vazhduar më tej me të gjithë lojtarët e tjerë. Nuk ka marrë dënimin e merituar që atëherë. Ju dha dhe një mundësi, dhe kur unë nxorr me zarfë, ju dha dhe një mundësi e dytë e pashpjegueshme nga publiku a produksionja, nuk e di tani se për mua ishte shumë e dyshimta ajo pjesë. Rikthimi atit në shtëpi, zgjedhja nga Gjesti një herë ishte shumë e dyshimt. Por që për mua dhuna e djeshme ishte kapaku I një dhune 4 mujore që është normalizuar në shtëpinë e Big Brotherit për ditë, qoftë nga Jozi, qoftë nga Gjesti, qoftë nga Gerta, njerëz që kanë dhunuar verbalisht, njerëz që kanë dhunuar në ndjenja dhe kanë kaluar saqet limitet e çdo lloj lojtari. Nuk jam nga ata njerëz që them mirja bëri, absolutisht, më vjen shumë keq, shpresoj që familjarët e tij njerëz mos jenë tronditur pranë tyre, sinqerisht, por duhet kemi parasysh diçka që toleranca që është dhënë dhunës të edicion e ka kthyer të edicion të Big Brotherin më të dhunshëm në historinë e të gjithë Big Brotherave ndonjëherë. Mbaj mend episod dhune të tillë ka pasur vetëm një herë në Big Brother 100 e parë, midis dy konkurrentëve, dhe ajo ka qenë një nga ngjarjet që bëri më shumë buja së kohe, ishte shumë e shëmtuar, patjetër. Më pas në të gjithë Big Brotherat, elementi I Zarfit Zi I ka frenuar. Zarfi Zi brenda është një lloj kushtetute, është një lloj gjykate, ku normalisht të vë ty përpara përgjegjësisë. Në momentin që ti e shikon që Zarfi Zi vepron, ti normal stepesh. Për sa kohë Zarfi I Zi këtë Big Brother u kthye në kafe macchiato, për sa kohë në këtë edicion dhuna ishte pjesë e përditshme. Dhe nuk flas vetëm për dhunë, dhunë ka pasur brenda dhe jashtë shtëpisë, dhunë ka pasur nëpër komente, gra me foto fëmijësh që shanin të vdekur e të gjallë, pistoleta të sillura nëpër foto, një lloj klime toksike, shëmtuar, përshtirë që domethënë ta sillte shpirtin më të hundës për thënë të kam dhier mu në lojë. E më falni për fjalorin, po që të dy ishin muk, njëri e ka tjetri. Njëri e ka çuar nga aja ke zhëja dhe tjetri e kaloi zhën, pastaj që I bëri atë gjest akoma dhe më të shëmtuar. Vjen shumë keq që jam toleruar, vjen shumë keq që nuk përmend një herë djega me benzinë, vjen shumë keq që nuk përmend një herë të tëra bullizimet që opinionistët I kanë bërë Jozit, se duhet jemi edhe këtu, dhuna ka filluar edhe nga opinionistët. Kemi opinionistët më të njanshëm që ka pasur ndonjëherë, alo. Okej. Kemi opinionistët më të njanshëm që ka pasur ndonjëherë historia e gjithë Big Brother. Kemi një Ned që ka sulmuar në mënyrë, domethënë, ashiqare një banor të caktuar, duke ditur presionin që ka pasur brenda asaj shtëpie. Kemi një Hajber që kurrë nuk pati për të vënë përpara përgjegjësisë lojtarë të cilët kanë dhunuar verbalisht njëri tjetrin. Kemi lojtarë që s'e kanë llogaritur më fare pastaj pjesën e dënimeve apo nuk e di se çfarë, le të dal nga shtëpia thoshte po un kam për ta bërë këtë. Kemi nuk e di më, nuk se marr vesh, këtu Big Brotheri rrallë herë është parë ndonjëherë. Dhe për mos thënë kurrë. Dhe për më tepër ka një lloj urrejtje dhe dhune. Kush është Gjesti nuk e përfaqëson Kosovën dhe për më tepër jo marrë nuk e përfaqëson. Çfarë është kjo më? Ç'është kjo lloj urrejtje kaq e shëmtuar që ka plasur në përrjet? Çfarë është ky skandal? Më çfarë këta njerëz që shajnë
me libër shtëpie, me të gjalla dhe me të thjeshtë. Çfarë është kjo? Është skandal. Ky për mua është turpi më i madh që mund të ndodhë ndonjëherë. Është skandal. Është turpi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e të gjithë kohërave në një televizion. Skandal. Njerëz që nisën dhe ikin këtë dera Top Channel-it këta me armë dhe me hajde ti të tregojmë neve kush është. Burri po çfarë është kjo? Burrëri është kjo. Ky është skandal, ky është tmerr. Budallik. Njerëz sinqerisht mbaj mend kur transmetohej Big Brother VIP Kosova, shikoja dhunën verbale që përdoreshin ndaj konkurrentëve nga Shqipëria. Jo më larg se sot më solën një sken të drenushës se si sulmonte Rovena Stefan dhe i thoshte shko konkuro atje në Shqipëri ç'pun ke ti në Kosovë. Po si nuk u qua një nga Shqipëria, më që të cilësh një lloj siç po sillen bashkëndërtarët tanë në Kosovë. Po si nuk doli me një njeri të shante, me libër shtëpie, me të gjallë me të vdekur. Po një nuk doli, një nuk doli që të linte nam siç po lën këta. Po si ka mundësi më dha ç'është kjo urrëti kaq e madhe? Big Brother është lojë argëtuese dhe nuk është lojë që përcjell urrëtie, ndasi etnike, fetare, politike, krahinore, gjinore, çfarë do lloj farfeje të mundshme. Vetëm në këtë Big Brother kemi parë se si dhunohet feja katolike apo feja myslimane. Ishtim vetëm Big Brother. Dhe nuk është marrë as edhe një mas. U tolerua. Duhesh marrë mas për gjestin, për kryqin, për laertin, për Allahu Ekber. Turp. Dhe ja çfarë solli kjo. Solli atë shpull që pa ndje dhe atë shihet hyrë që na ka lënë që të gjithë sot. Dhe gjithë revoltën e të tërë njerëve, edhe me drejt. Edhe ata për Jozin edhe ata për gjestin. Boll është boll. Boll është boll. Vjen një pikë që zdurohet më. U tolerua 4 muaj rresht, është unë nuk e di më, po se nuk dua të flas më tepër, se nuk kam, po realisht shumë e shëmtuar, e papranueshme, e patolerueshme, një shije jashtëzakonisht shumë të keqe, më vjen shumë keq edhe një herë për familjarët e Gjestit. Dhe më vjen shumë keq që produksioni ka lejuar 4 muaj rresht të dhunim verbal nga të gjithë ata aty brenda. Dhe këtu përfshi edhe Gjestin, kështu që lutem mos bëjmë më katolikun se sa papa, për mua ka qenë skandalor. Çdo lloj tolerimi, e di shumë mirë që në këtë moment do shahem, do masakrohem, do me të gjitha këto fotot me pistolete, çfarë do të bëjmë me ty, si do të varim, si do të bëjmë me këta janë ata që janë, mbillin më shumë dhunë. Këta janë dhunuesit e vërtet. Këto lloj komentesh, këto lloj njerëzish, nëna me fëmijë, që unë jam shtokuar, si ka mundësi që flasin në këtë farë feje, një lloj gjuhe që nuk e di domethënë. Gjuhë që ti thua nga vinë, nga çfarë vendi vinë. Çfarë janë këta? Çfarë janë këta preki? As prehistorik nuk i quhen dot. E frikshme. Të duket vetja në një kohë me shpata, me hushta e me shigjeta, duke luftuar. Të kaloj loja e Big Brotherit në ndaje krahinore, po turp t'ju vinë. Turp. Kaq kam, nuk kam të çat shtetje për të pjesë. Më vjen keq që jam shumë i acaruar, por realisht me çfarë po shikoj në rrjet, të arrin deri këtu, sa nuk na ndau dot Serbiet, na ndaj neve Gjesti. What the fuck, po se pranoj unë edhe nuk e toleroj unë. Ka bi nënash nga Shqipëria që kanë rënë atje dëshmor. Mos më dalin mua këto legendat që shajnë nëpër internet me këto profilet falso. Kush është burr, le dali si që të ndaj. Pisa. Pikërisht kjo është shumë e çmtuar kjo më lloj mënyre si mund të paralelizojnë dashurinë që shqiptari ka për Kosovën, edhe për shqiptarët e Kosovës ta paralelizojnë me shpullën e Jozit. Ej, ku jemi këtu më? Çfarë është kjo më? Po nuk ja toleroj unë një herë vet, unë personalisht nuk e toleroj ty. Kush janë këta më? Kush janë këta fëmijaça që na krahasoka neve shpullën e Jozit me luftën që kanë bërë shqiptarët për Kosovën? Çfarë janë këta? Kush janë këta? Ju duhet hequr e drejta e fjalës një herë mirë, derisa të zënë mend. Këto njerëz nuk duhet të kenë rrjete sociale, se ignoranca vret. Dhe ignoranca krijon ndasi. Dhe ja çfarë po ndodh, që në rrjet ka plasur një lloj ndasie shumë e shëmtuar,
midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. E turpshme, e frikshme, skandaloze dhe një gjuhë urrëtie e paparë ndonjëherë. E paparë. Atje e kam pas gjestin, tek ai Big Brother VIP Kosova, e nxorën si legend, pa vajt as në gjysmën finale, si legend e kanë nxjerr. Dhe s'u qua njëri atje që të bënte kaq zë. Dakor? Absolutisht. Unë her pas here kam pas publikuar skena të ndryshme midis Big Brother VIP Kosovës dhe këtij të Shqipërisë. Moto të njëjtat fjalë, moto të njëjtat lëra, moto dëgjoj. Po të marr shembullin e më ka bërë shumë përshtypje që çdo prime i gjestit ka kaluar dhe këtu jo për të bërë fajtor gjestin dia, por tek normalizimi i dhunës që ka ndodhur gjatë gjithë këtij Big Brotheri. Ka qenë e rëndom, të vjen shumë keq. U normalizua kur godit Verselo dhe Ola. Shpull ishte dhe ajo, vllazë. Më vjen shumë keq që ta pranoj, po nganjëherë realiteti dhe më shumë. Po nuk jam nga ata tipa që personin për të cilin unë bëj tifozlik, kur e ka gabim, them jo, se ka gabim, e ka shumë mirë. Nëse ti me të vërtetë do një lojtar, e do një person, duhet t'ia thuash dhe të mirën edhe të keqen. Të më normalizosh ti mua shpullat, më thash të arbrin me Neda se vezë ishin, si vezë ishin. Po hajtë se po marrë dhe unë një tull, po të gjuaj dhe unë, e po se mama mëse tull ishte. Ku ka logikë? Sa logjike? Nuk ka logjikë. Është e njëjta gjë. 2 hëngë shpulla ke divani, 1 hëngë shpullën ke dera. Dhe nuk shoqërohet vetëm një person për të dhënë shpjegime. Shoqërohen të dy. Ke llafin për shoqërimin polici? Po patjetër. Nuk duhet shoqërohet vetëm. Duhet shoqërohet dhe gjestit japi shpjegimet e tij. Patjetër. Në një vepër penale, nëse do konsiderohet vepër penale, ka viktim, ka dhe të akuzuar. Po rasti kur shoqërohen të dy është një rast kur ishte rast shfaqja, të lutem. po pra që shfaqja nuk është në kamera, kupton? Pra, duke qenë se është në kamera, flagrante, jo. Merret në pyetje, të lutem shumë. Vjet u bë show i madh kur vajte të hyrë policia arrestoi një nga konkurrentët. Jo, shumë gabim. Shumë gabim. Po për deklaratat e thëna të djegëve me benzina, po ato ishin thjesht hajgare dhe ha. Po kjo, a është dhunë kjo? A është dhunë kjo, të thua shumë do të djegë ty me benzinë. Dhe jo më lakë se parë dje e ka rithën pra. Me sa është i dhja sa të benzinë. A është dhunë? Dhunë pra është edhe kjo. Dhunë. Elton, dhunë duhet dënuar në çdo lloj forme që është. Absolutisht. Na u duk sikur produksioni ishte në presionin e gjestit her pas here ku ka pasur kërcënime, jo do dal, jo do bëj, jo do dal bashkë me Eglin. Si mund të bjerë një produksion kaq i madh në presionin e Besar Tekmendit? Është e frikshme. Dhe më është akoma kur lexoj komente çka po hej gjesti nga ata. Në ka lojtar të përkëdhelur që ka pasur një herë Big Brother, historia të tërë Big Brotherve është gjesti. Gjesti ka bërë 1001 zeza dhe nuk ka marrë një herë një zarf të zi. Është pa logjik më burrë dha. Në qoftë se gjesti nuk frenoheshe, duhet, në qoftë se gjesti do ishte frenuar deri diku, absolutisht, se ajo është lojë nervësh, unë se vënda dyshim. Por ka penalitete. Më. Nuk mund të thuash ti do marrë zarf zi do ikësh në një shpellë. Fulja në shpellë është dhënia më shumë vëmendje. Për ata që nuk e kuptojnë lojën e saj e Big Brother. Izolimi dhe veçimi nga banorët e tjerë është mënyra më e mirë për të marrë vëmendje. Dadi e mori prapë. Edhe aty, me atë vajtë në shpellë. S'mori të zarmë. Mori dhurat. Ai mori dhurat edhe. Kështu që përpara se kalojmë te kjo dhuna që ishte dje, do të kaloja shumë mirë te kjo dhuna tjetër, që nuk është trajtuar kur aty dhe që është normalizuar kaq kollaj, ka qenë kaq normale, që edhe dje u përmend nga Ledioni, që më vjen keq që ne i themi këto gjëra dhe përgjigja që marrin nga gjesti është vetëm një buzëqeshje. Edhe është hajgar. Më kujton Lulzim Bashi që i shpëtoi gjyqit një herë një kohë për rrugën e Kombit me raporte mjekësore. Fix, tipik nga këto gjëra. Kështu që duhet bërë një kronologji dhune në 4 muaj.
dhuna në shtëpinë e Big Brother, ka filluar që Prime nga Josefin Marko, ka vazhduar nga shumica e gjithë banorëve, është vazhduar dhe nga gjesti në format e tipit, ka kaluar edhe limitet, themi të vërtetën, me vërtetë është lojë nervave, po edhe ajo lojë nervave kur kalohet limiti kalon në dhunë. Kështu që disa gjëra mos të faqohet vetëm një person, ka shumë të tjerë që kanë qenë pjesa asaj shtëpie, edhe sot kanë më, po edhe ata që janë kanë përdorur dhunë. Gerta ka qenë nga dhunët kryesore. Gerta i hodhi shampanjën gjeset në sy. Ujnë nxehtë Valborën. Dhunë psikologjike Rozanit, dhunë psikologjike Eglit, dhunë psikologjike Lidhjas. A është dënuar ndonjëherë? Përveç një zarfi të zi që ishte macchiato me shllak? Doli jashtë dhe thanë do ta rifusim prap Gertën? Ky ishte dënimi më. Po çfarë ishte ky dënimi? Për thënë çfarë? Normalizim dhunën, kjo ishte. Dhe kur u çua të rrjeti dhe thoshte fliste për zarfin e zi, që zarfi i zi është vlerësuar 100%, çfarë prisnim nga tjetër që të ndodhte dje? Tufa me lule? Jo. Unë e prisja Rajdi ishte një reagim të dhunshëm. E prisja se kisha ditë që dëgjoja Jozi që thoshte mos guxo, më afrohesh tek dera. Mos sepse Pas incidenti që ta kalojmë dhe pjesën e incidentit, pati, po themi, të votimin kush do shkonte në finale që vazhdonte akoma, por ndryshe nga po themi, shumë njerëz mendonin që do shkonte Gerta në finale, u dërgua Egli në finale. Dëgjoj, kam përshtypjen Egli është lënë si një lojë që të shtyj gjesti kohën edhe një javë tjetër. Është prapë një dhuratë që është bërë. Gjest. Absolutisht. Pastaj për sa i përket pjesës tjetër, të rrim shtrëmbë të flasim drejt. Gerta Gixhari, mbase ne që kemi bërë tifo për një tjetër person nuk na ka pëlqyer, por ne ka pasur një njeri që ka merituar finalen pas Rozana Radhi dhe gjestit është Gerta Gixhari. Tashni, sido që ti punë. Për mua është prapë një nga ato gjërat e tjera shumë të shumtuara që kanë ndodhur. Dhe një herë tjetër, unë kam thënë shpesh unë s'kam asnjë gjë me njerëzit personalisht. Nuk i njoh shumicën. Disa që i njoh, okay, nuk i njoh, unë kur nuk jam shprehur për individin, është i mirë apo i keq. Sepse nuk më takon ta bëj. Unë gjykoj lojën. Loja e tyre është e mirë apo e keqe, e bukur apo e shëmtuar. Kjo po, se si del në lojë, del stuf, del arrogant, del tizar, del i lig, del dhepër, e të gjitha këto del, nuk e di, dhunuse të tëra. Janë pjesë e lojës, jo e karakterit të njeriu. Nuk e se shpesh herë më vjet në gojë kjo pjesa e kësaj si e shan ti X-in, unë nuk shaj X-in, unë shaj lojën. Loja e X-in për mua është e tillë. Gerta Gixhari mund të ketë qenë një nga lojtarët më të egra, më të pista, duke përdorur gjëra goxha personale, ka shi lojtarëve të tjerë, për më të vajhon në midin një vjet në Rozan, Laerti. Po ti mohosh Gerta Gixhari finale, nuk ka finale. Themi të vërtetë. Nuk ka finale. Gerta Gixhari, me të gjithë të mirat dhe të këqijat e saj, asaj lojë i ka dhënë shpirt. Lutem shumë, më vjen keq, nuk e pranoj, që në finalit përpara Gerta Gixhari të shkojë Egli Tako, e cila ishte një lojtare, e cila çdoi rrugës, doli jashtë në ndim, ju dha mundësia të merrte veten, ju dha mundësia të shkonte çdo gjë të mundshme jashtë, dhe ja rikthye prapë. Vjen keq, po kjo është skandaloz. Egli nga Gjesti dhe Gjesti nga Egli në këtë dyshe rrugtimi njëra me tjetrin. Pra, u duk sikur një herë zgjesh, një herë pajtohesh, një herë shtynte. Më ka bërë përshtypje diçka që nuk e di, po 2 prajmet e fundit një herë. Më është dhimbshur Egli në maksimum, sepse çfarë do lloj gjëje që Gjesti ka thënë i është vënë në gojë Egli dhe jo Gjesti. Të ndikuar nga njëri tjetri, ja, absolutisht. Gjesti nuk është lojtar që ndikohet. Gjesti është lojtar që shfrytëzon. Po të ndikohet jo. Dhe Gjesti shfrytëzoi prapë situatë. Siç ai ka bërë gjatë ditës, ku s'mori asnjë lloj përgjegjësie vetë, po tha fajin e ka Egli, se kjo ma tha mua.
për sa i përket lajrit. Unë thjesht thasha, po. Fjalët që Gjesti tha prajmin e kaluar, ju unë prap të goj Eglit. Askush nuk i tha Gjestit. Askush. Absolutisht askush. Asnjë. As edhe një. Nuk ju drejtoa Gjestit, ti thoshe Gjesti, çfarë do të thënë do djeg top çelullin me benzinë? Askush. Po i tha Eglit të vitur që ke thënë të tilla fjalë për produksion. Ja kështu ishte. Kupton, Nuk ka po pasur asnjë lloj pse ky hezitim, po themi, qoftë nga analistët, opinionistët, qoftë nga moderatori, qoftë po themi nga ku diun produksioni, ky hezitim për të mos kritikuar Gjestin, po nuk e themi. kam kuptuar kur dhe ajo që vazhdoi të mos kuptoj është ku e shikojnë torturën që po i bëhet Gjestit në këto të tjerët që komentojnë, se ka dhe më keq. Ndërkohë që është lojtari më i favorizuar i tëra kohërave, vazhdojnë dhe thonë që çfarë po i bëhet Gjestit, që po dhunohet Gjesti, çfarë po kështu Gjesti. Nuk e di se çfarë duan ta, më tepër, po ajo që duhet bëjmë një herë si fillim duhet të mbyllin ato gojat e pistat, mos shajnë me njerëzit, se realisht na kanë shpif. Na kanë neverit këtë Big Brother, këto lloj specish grash që unë kam marrë dhe një vendim, i kam gjetur me emër dhe me emër të tëra. Shumica më bën përshtypje sa nëna me fëmijë dhe me fëmijë vegjël të 2-3 vjeç. Ja kam bërë të tëra mesazhe dhe me përfundimin e Big Brother do kontaktoj familjarët e tyre dhe do ja marr në shërbim kush është jeta e dy fishtë e gruas së tyre që ata kanë në shtëpi. Dhe për fëmijët është po e njëjta gjë e bëra përpara ca kohësh. Dhe ishte një vajzë 14 vjeçe nga Përmeti që kishte një gjuhë o zot, skandaloze. Jam shokuar. 14 vjeçe, shante kockat e të vdekurve. Dhe kur e kam çuar prindit të saj, ka vënë duart në kokë. Ai profili është mbyllur, nuk është më patjetër. Po familjarët e vet nuk e dinin mos çfarë bënte ajo në telefon. Një lloj urrëtie dhe një lloj gjuhë e ndyrë që nuk e di domethënë. Unë se di ku i çon mushka ata njerëz se Big Brother mbaron ja ose vjen do fillojë Big Brother i tjetër. Do harrohet ky, do dalë një tjetër. Çfarë fituan, çfarë morën? Çfarë fituan ta? Me të këtë mbledh, me të këtë projekti. Duket sikur është një favorizim shumë i madh për Gjestin vetëm një javë para finales, duke qenë që ne dim shumë mirë që viktima në shumicën e rasteve mbështetet. Më tepër se sa një favorizim për Gjestin, mua më duket sikur ishte një shpullë e produksionit. Mbase për të rënditur themelet e një loje që nuk duhet të ishte një shpullë ndaj analistëve, ishte një shpullë ndaj opinionistëve të njëanshëm, ishte një shpullë ndaj normalizimit të dhunës, ishte një shpullë ishte një dhunë që ju përgjigj dhunës. Të paktën e patolerueshme, se them e ritheksoj sepse e di shumë mirë që do të gjem nga konteksti kollaj fare, siç po ndodh rëndom. Për mua është dhunë që i është përgjigjur dhunës. Në një formë tjetër pak më të rëndë, shumë herë më të shëmtuar, po të dyja dhunat janë të patolerueshme, jo nuk e mendoj që është favorizim për Gjestin, absolutisht. Me dhun kam bjerë të qartje, po kjo nuk është se do të them që unë do të them për Gjestin. Nuk është se më ka lënë një shit. Realisht sot madje kam qenë duke diskutuar edhe me një ish banore tjetër që tashmë jeton në Gjermani. Kemi qenë duke diskutuar këtë shihen e hidhur që na ka lënë Prime ndjeshëm. Shihen e hidhur të asaj klime aq të tensionuar, të atë gjesti aq të ulët edhe të atyre fjalëve aq të shëmtuara që kemi dëgjuar. Kush Po, mendon? vërtet na ka lënë shije të keqe, por se mendoj që sido që tjetër, për mua është e mirëpritur fitoria e kujdo që e meriton. Unë e kam thënë midis Gjestit dhe Rozanës, unë zgjedh Rozanën me zemër. Gjestin e zgjedh me mendje. Për mua, kushdo ta fitojë nga të dy, Big Brother është i merituar. E kam thënë, e rikthem gjithmonë.
Për mua Rozana është fiksia ime, se unë e kam shoqe, e kam motër, e kam njeriu tim shumë të afërt, 25 vite miqësi, e njoh Rozanën shumë mirë, dua shumë, do luftoj deri në fund që Rozana të shtojë. Patjetër, po. Kush ta fitoj si Gjeste, si Rozana, për mua janë dy fitore të merituara absolutisht. Dhe kam përshtypjen që të dy përballë njëri tjetrit do ta kenë shumë të vështirë ndarjen e botës. Mendon se kjo do jetë dyshja e fundit? Po, e kam thënë edhe mendoj. E mendoj fort, janë dy lojtarët që kanë mbledhur më shumë vota, janë dy lojtarët që kanë pasur më shumë feedback, janë dy lojtarët që kanë më shumë reagime në mas në rrjet, janë dy njerëz që shkaktojnë hilaritet, janë dy njerëz që kanë super audiencë, janë dy njerëz që kanë dalë publiku përgjys. Publiku nuk e kanë darë as Ektin, as Laertin, që t'jemi realist, no? Publiku përgjys e kanë darë Gjestin dhe Rozanën. Për mua këta janë finalistë. Elton, kam edhe një pyetje të fundit. Edhe pse jemi një javë para finales, një krahasim mes këtij Big Brotheri dhe Big Brotheri të vjetshëm. Në dhuna prezente, absolutisht. Vjet ishte e shëmtuar sepse u dhënua verbalisht një femër në tëra format, dhe kjo e bëri atë Big Brother shumë të shëmtuar. Po, ky përveç se i shëmtuar ishte edhe shumë toksik. Kështu që për mua njëri ishte 9, ky tjetri është 10. Për sa i përket dhunës dhe toksicitet. Një shkallë më lart. Elton, shumë faleminderit për kohën dhe Faleminderit ju. Besoj shihemi edhe një herë, po themi, Po, për t'i vënë kapak ti Big Brother. Kemi finalen para. Falenderoj shumë. Mi mirë.